Andaj baka unë nesli, vazhdimi llojit. Çka o vazhdimi llojit? Duhet ta vazhdojmë llojin njerëzor. Duhet ta vazhdosh llojin njerëzor. Pejgambert e Zotit alayhimus salatu wassalam kishin dëshirë të vazhdon llojin njerëzor. Rabbi la tadharni farda. Fa Zakaria alayhi salatu wassalam o Zot tha, mos um levet. Ço madhni evlat, të vazhdoje këtë udhë. Ka dash Zoti i Madh se bareke ve teala na mëson nëpërmjet këtyre rrëfime kuranore. Çka të na mëson? Se edhe pejgamber janë lutë Zotit, o Zot, ço mani evlat? Evlat. Andaj baka un nesl, vazhdimi i llojit dhe vazhdimi i vujudit. Zoti do që edhe ti kur të vdesësh, dikush çat në tokën tonë me vazhdu. Kjo xhami që 500 vjet, që 500 vjet brez pas brezi falën. Ata kanë vdek, na kemi vazhdu. Na vdesim, vazhdojnë të tjerët. Si vazhdojnë të tjerët mos më martu njerëzit. E du të martu dikush, me bruni e vlad dunja, e me ardh, edhe me vazhdu lojnë, me vazhdu punën, me vazhdu adhurimin. A da këtu janë dy qëllime të ndëruar xhamat. Martohet njeriu dhe i lejon Zoti i Madh xhel xhelaluhu shijimin e epshit të marrëdhënieve burrë dhe gruaje për këtë dy arsye. E para, çfarë tham? Që të kallëzojë Zoti këtyre, a e pave që shoh me hangër, me pi. A i pave këto gjëra prej knacive të saj bote, po. Tash krahaso pafundësisht. Edhe tani vjen roli i trunit. Roli i trunit. Njerëzit kur mbledhen me hangër, hajën më të mirë mbollë që e kanë përgatit. Me neje, me dosta, me miq, me familjar. A je di se një herë hajmë, pastaj ngarkohemi. E pastaj duhet më shkarkue. E pastaj shkarkimi duhet me mbledh ata dikush. Etj, pi pasojave. Mirë po truni çka thot? Truni tash çfarë roli ka? Truri e ka rolin me mbledh atë informatën çka ta dha shqisa dhe me e komentuar tash. Tash truni çka thot? Çka thu me hangër tan ditën mos mu ngarku hiç, i shkon shumë mirë valla. Veç me hangër, me shiju lezetin e ushqimit, lezetin e pijes, edhe mos me pas nevojë me shkuë hiç në banjo. Ki shkon punë mirë apo? E Allahu xhelala ka premtuar këtë në xhenet. Me hangër dhe me pi, dhe mos me pas nevojë me shku në banjo. Me dal djersa nga të ngrënërit e madh dhe ajo djers me kon parfem. Kështu e kanë komentuar dietarët e muslimanëve nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Del djersa e besimtarit kalon parfem. Dhe kjo është shumë e mirë apo? Çta ndonjë s'ka. Truni a lexon? A mundet me paramendu po e paramendon. Ka kriju mundësinë e paramendimit, thotë qyre, unë me hangër lezetin ja pash. Ama kjo që po du të me shku në banjo, Zoti ju nderoj pak e ngarkume. Ama te ki pranu si të qenë, s'u ndal piksojna unë. S'u ndal, që ashtu duhet, kjo s'ka zgjidhje tjetër. Ama truni çka thot? I shkon mirë valla. E Allahu për sa të ka kriju epshin. A e shijove po? Para menon me ta dhon pa kur far shqetësimi dhe ngarkese dhe lodhje pasoja. A shkon e mirë po? A e shijove po? Puna për ahiret. Ja kjo është qëllimi. Allahu që e ka mundësu burit me e shiju grujen e vet halal dhe gruja me shiju burin e vet halal për shkar. Mi thonë, a e pave po? A i dikit ato pasojat që ngarkohen pas kësajna po? Në ahiret janë. Nuk janë ato. E tani Zotë për shka na e ka kriju e? Për shka? Andë të ndërru gjëmat. Shumë njërës thonë, o gjoa, nuk ka marrën mi fola, marrën mi batë të ndërru gjëmat li. Nuk ka marrën mi folë. Nuk ka marrën me folë për shpjegimin e gjërave të cilat na krejt i dim ato. Marrën haram. Një ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha sahabeve, ai i cili flen me grujen e vet i shkruhet sevap te Zoti. Sahabët thanë ja Rasulullah, si mundet njëri me flet me grujen e vet? Te Zoti më shkruajt sevap. Më shkruajt sevap. Shpërblim te Zoti i Madh te bareke ve teala. Tha po, me shkun ngryje të huj, shka i shkruhet? Tha gjuna, po këtu i shkruhet se vap. A halal kjo? A haram ajo? U kri, shiko sa e qartë është feja. Me pas shkun zina, që i ke haram? Po me grënë, ta në ki halal, e kish problem. Andaj, të ndëruar gjëmat, besimtari du t'i mëson këtë gjëra, dhe t'u mëson e vladve kur t'i ven koha. Se Zoti i Madh në ka kriju për epshe, por në ka krijuar në mrena neve epshe, dhe ka dalim. S'na ka kriju për epshe, ka kriju të na epsh. S'na ka kriju e për me hangër dhe me pi, po ne ka kriju dëshirën për me hangër dhe me pi. Këto janë dallime. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyja rahimahullah,
Ka dallim murahatu namaz edhe murahatu pi namazit. A ka dallim? Ka njeri si të morë të këbir Allahu Ekber, që ati rahatot, si të dale është të cot. Dhe ka njeri thot, ta fali të rahatona. Kjo rahatot pi namazit. Ka dikush rahatot namaz. Ka do njerëzit që ka thojnë, të falmi edhe masit inat me angër, të hajmë rahat. Ka njerëzit ndryshë thot, haq aty edhe falu shtash. Haje heke gajlen e hajës, të falmi. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hante sa me e gajlen, shtash ka mu falë. Do të s'mundesh me bati këta, se ti nuk je në atë nivel. Sa e ka kuptuar se epshi o kriju te unë vetëm një lloj, nxitsi për mbarvajtjen e llojit, mbarvajtjen e kuvetit, jo për me kanë ai qëllim synim. Andaj të ndëruar xhamat, gjëja e parë që duhet ta përdorim, ta kuptojmë çela. Se Allahu i ka vendosur epshet të tona për ti përdor për halal dhe për ti vazhduar çfarë? Llojet njerëzore, për të pruar vlat, për të pruar vlat në dunja që të vazhdojë lloji. Tani, çka nëse kjo keq përdorët? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet e fundit të surës Al-Baqara, duke na mësuar se çfarë duhet të lutemi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, o Zoti jon, mos na e ngarko atë çka s'kena takat me e bajt. S'kena takat me e bajt. Çka do më thonë atë çka s'kena takat me e bajt, është komentuar me komente të ndryshme. Njëra prej komenteve të cila është, ka dhënë disa prej dietarëve, sikur që ka ardhur nga Mekhuli dhe nga Mujahidi rahimahumullahu teala. Çfarë kanë thënë? Kanë thënë ma'nahu al-ghulma. O Allah, mos na sprovo me epsh. Çka? O Zot, mos më ngarko me atë çka s'e baj. Runa Zot, një njerit me ju fiksue pangopsia e epshit, s'ka njeri ma të ngarkum se aj. Dhe nga ana tjetër, s'ka njeri ma i neveritshëm për tjerë se njerëzit. Të ndëruar xhamat, a mund të paramendu një njeri ti sa të nisë muhabet veç me ta bo muhabetin e epshit? Që i thuti, a i normal për ti? A i tamam? Si mundesh me bo çdo mezhlis këtë muhabet? A mund të paramendu çdo njeri për shembull çka ullet mezhlis me thon, ku janë gratë? Neudhu billahi al-azim. A ka plot njerëzit që ashtu? Mirë po nga tradita, nga rrethi, kur jetohet me musliman, apo me tradit, çfarë do qoftë nëse s'janë musliman, ka shumë shoqëri që s'janë muslimane, po i kanë disa tradita. Çfarë ban? I ban shtypje kjo. Andaj do ta kuptojmë më vonë të ligjërata tjera, pse thrasin në shoqëri të lirë. Kryen neve na i qajnë në për emisione. Shoqëria e lirë, nësë jemi shoqëria e lirë, në alajena me tabuja. Çfarë tabuja? Gruja në vendin e vetë, burin në vendin e vetë, tabuan kjo thot, unë du të shoh, beba këtu. Ta përdore aj, zinaçarët në emisione, amoralet në emisione, thrasin shoqërit lirë. Do shta e shkruin libra për shoqërit lirë. Të ndërun gjemat, a e dini shkurt, pa gjuhën e akademikave për me fol, a e di shka do më thonë shoqëri e lirë? Të muja i mi përdor këtë gratë qytete, që kjo? Edhe a i ka siklet sash. Këto fetar, thot, këto fetar, problem këto fetar, s'lajnë këto. Të grujë në gjemë, shejnë. Pra çka po do ti? Çaj do dash? Duhet gruaja thot me dal, duhet gruaja me dal, mu zbuluë. Pse ajo mi mshef të mirat e veta? Mirë këto të mira për çka? Shumë interesant insani. Shumë interesant insani. Amorali, i shthururi, thrat në shoqëri të lirë, thrat që gratë të zhvishën, t'i nxjerrin të mirat e veta pa për t'i pa syri i keq. A i njeti e ka shtije atë kartelën, edhe pse kartela vetë s'ka pare, apo i ka pare në bankë, ama edhe kartelën e ka shtije në koletën e vetë, koletën e vetë në gjepin e vetë. Me ba mi thonë, a ban vesh pak ta shti dorën që të thotë, kur u banën parët e tua ma të shtrejta se gratë e huja? Kur u banën dinarët e tua? Kur u bon kartela jote? Kur u bon kartela jote? Altant e tua ma të shtrejta se një gruje? Kur u bon? Kur u bon vajza e dikujna? Qika e dikujna? Motra e dikujna? Kur u bon për tyje? Me thirë në shoqërit lirë dhe të hapur, të shona kretna që që ka kriju Zoti i Madh, të shona në që ka kriju Zoti i Madh. Apo ka 3-4 zate emisione pa lidhje, pse gruja më mblu kur të mundet më shplue na me e pa ketë. Nxerr një parë të shoh na ketë. I njeti sharlatan e pyesin, çka e ki rrogën thot privata kjo? Ha? Sa e ki rrogën thot, sa fiton ti?
thot, kjo janë private, s'ka nevojë. Parët janë private, gruaja publike, parët private. Ja, kjo është shoqëria e lirë që kërkojnë ata. Zoti mos e mundsoft kur ja Rabbel Alamin. Inshallah Zoti i ruan gratë e muslimanëve. Edhe i ruan një herë burrat e muslimanëve. Se po nuk i rujti burrat e muslimanëve, grasën ruan. Ati ku s'ka burra, s'ka gra. Ati ku s'ka burra, ati ku s'ka damar, ati ku s'ka nder, dë burrit mas pari, s'ku dhe pas gruaja.